Me rastin e 620 vjetorit të lindjes të heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbe, organizata Shqiptaria ka ftuar stërnipin e tij, Loris Kastriota Skënderbe, që të marrë pjesë në organizimet e kësaj organizate, i cili ka arritur sot në Prishtinë nga Italia. Loris Kastriota Skënderbe u shpreh se në Kosovë ndihet sikur është në shtëpinë e tij. Ai ka dhënë një mesazh për të gjithë shqiptarët që do qëndrojnë të bashkuar, pasi vetëm kështu mund t'i tregojnë botës mirëndësinë e madhe të historisë së shqiptarëve ndër shekuj. Gjithmonë është një moment i madh për mua të jem këtu, sepse ndihem si në shtëpi kur vi në Prishtinë, në Kosovë, në Shqipëri. Jam shumë i lumtur që ka një rast të tillë për të festuar ditëlindjen e Gjergj Kastriotit. U gëzova që ishte organizuar një ngjarje e tillë për të festuar Gjergj Kastriotin, sepse unë besoj se gjithmonë duhet të festojmë kujtimin e heroit ton kombëtar. Shpresoj që Shqipëria dhe Kosova dhe të gjitha shtetet ku jetojnë shqiptarët të jenë gjithmonë të bashkuar për ta bërë botën të kuptojë sa e madhe është historia e shqiptarëve dhe sa shumë Shqipëria dhe Kosova meritojnë të respektohen nga të gjithë. Basri Beka, antar i Këshillit Organizativ Shqiptaria, tha se festa që do të organizohet më 6 maj do të mbahet për të rritur kujtesën historike për heroin e madh shqiptar Gjergj Kastrioti. Ne jemi të nderuar me ardhin e stërnipit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti dhe besoj që të martën më 6 maj do të kemi festë ashtu se meriton një hero i kombit Gjergj Kastrioti. Kjo festë mbahet për të rritur kujtesën historike për heroin ton dhe besoj do të jetë një festë madhështore. I kemi ftuar, janë pjesë e argjendës, varet edhe nga konfirmimi nuk e kemi marrë, por në institucionet lokale është dhe i ftuar, shtoi Beka. Bashkëorganizatori i eventit, Qendrim Kryeziu, tha se pjesë e festës madhështore do të jenë dhe grupe të mëdha folklorike dhe fëmijë nga të gjithë trojet shqiptare. Për herë të katër, organizata Shqiptaria po organizon këtë event në shënimin e ditëlindjes së Skënderbeut për të kujtuar dhe lartësuar figurën e tij. Me rastin e 620 vjetorit të lindjes së Gjergj Kastriot Skënderbe, më 6 maj do të mbahen aktivitete të ndryshme në Prishtinë.